Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Rozmarina në kuzhinën tuaj mund t'ju shpëtojë jetën, ja se si. Përveç artit, rozmarina, siç e quanin në qytetrimet e lashta, aplikohet gjërë edhe në mjekësinë tradicionale në kulturat e shumë popujve. Qytetrimet e lashta e vendosin atë si një kurorë në kokë për të rritur kujtesën. Përdorimi i barit aromatik synon gjithashtu trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale dhe neurologjike, forcon sistemin imunitar, lehtëson stresin dhe furnizon trupin me një mori të lëndëve ushqyese duke përfshirë komponentët fitokimik që kontribojnë në shëndetin e mirë të syve dhe të mëlçisë, mineraleve të tilla si kalciumi, hekuri dhe mangani, dhe shumë vitaminave B, B5, B1, B2, riboflavin, folat, B3 ose niacin, si dhe vitaminës A dhe vitaminës C. Këto janë përfitimet që rozmarina do të ofrojë në trupin tuaj sipas zbrajtësisë saj. Shëndeti i trurit. Rozmarina përmirëson funksionet e trurit si performanca njohëse, kujtesa, vigjilenca dhe përqendrimi. Këto veti janë përdorur prej sheku i shtashëm përmes aromaterapisë, ndërkohë që studimet mendore i kanë nxjerrë në pa këto përfitime. Ullumtimet kanë gjetur se përmirëson funksionet njohëse brenda 20 minutave nga thithja e vajit esencial të rozmarinës. Ajo është e mirë gjithashtu kundër ankthit. Zjerja e gjetheve të saj dhe vaji esencial i rozmarinës lehtësojnë lodhjet nervore, ankthin kronik, ndërkohë që përmirësojnë humorin dhe gjumin tuaj. Kanë veti të mira antiseptike. Ekstrakti i barit ka veti antifungale, antivirale, antibakteriale, fal përmbajtjes së acidit karzonik dhe rozmarik. Konsumi i tij nga ana tjetër është lidhur përmes ullumtimeve me një rrezik më të ulët të infeksioneve dhe në forcimin e sistemit imunitar. Qarkullimi i gjakut. Elementet anti-inflamator që forcojnë imunitetin dhe stimulojnë qarkullimin e gjakut janë të pasur me rozmarin. Lëkura dhe flokët. Lëndët ushqyese të cilat mbrojnë qelizat e lëkurës nga efektet e rrezatimit diellor dhe radikalet e lira dhe nxisin prodhimin e kolagjenit. Vaji i rozmarinës është i famshëm për forcimin e skalpit të kokës, duke nxitur rritjen e flokut dhe duke mbrojtur kështu zbokthin dhe lëkurat e thata të kokës. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes dhe rritet me shumicë edhe në vendin tonë, dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar edhe për gatime. Zakonisht është e njohur edhe për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit dhe përmirëson memorien. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham, nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video, sipas zbrajtësisë saj, do ju tregojmë disa nga vlerat që kjo bimë mund t'ju japë nëse përdoret vazhdimisht në dietat tuaja. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndërmjet të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore që rrezikojnë jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, C, duke përfshirë mineralet si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imun dhe nxjerrjen jashtë të toksinave nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund t'ju shpëtojë edhe të nxjisë gjithashtu largimin e ndotjes dhe pluhurit nga ajo. Kështu, nëse doni të përmirësoni shëndetin e frymëmarrjes dhe atë të mushkërive, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajra esencial. Rozmarina mund të konsumohet më shpesh në ushqime. Rozmarina ka ndikime pozitive për syt. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit dhe atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet të konsumoni sa më shpesh këtë bimë të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Ajo është e mirë për tretjen. Duke qenë e pasur me antioksidant, vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve.
Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarine në secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë nga vlerat e saj. Rozmarina ka vlera të mira edhe për shëndetin e trurit. Ndihma që kjo bime jep në memorje dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse ajo konsumohet rregullisht. Rozmarina gjithashtu është një bimë shumë e mirë kundër depresionit. Rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi dhe skleroza e shumëfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, ta përdorni në çaj ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Ajo largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesia e fryrjes dhe rëndesa ju largohen lehtësisht. Rozmarina, pasi të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj, do të sjellë edhe elementet e saj të veçantë. Sigurohuni ta shtoni sa më shumë degën e rozmarinës në gatimet tuaja dhe kjo erëzë do të ofrojë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Vlerat që do t'jap trupin do ta bëjnë gjithashtu një nga përdorimet më të veçanta në dobi të organizmit. Rozmarina ka një shije dhe një aromë të pashoqe. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të anvisave shqiptare. Në mesjet, rozmarina gjithashtu kishte edhe ndikime të veçanta në shëndetin e marrëdhënieve. Rozmarina ka vlera të mira për trupin. Ajo përdoret në përmirësimin e kujtesës dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Gjithashtu, shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon në gjallërimin e aktiviteteve të trurit. Vaji esencial i rozmarinës është të përdorur prej shejkuj për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet e mushkërive, reumatizmin dhe artritin. Rozmarina ka efekte parandaluese të rënies së flokut dhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe ushqyer rritjen e flokut dhe rritjen e shëndetit të tyre. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës? Përbërësit që ju duhen janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarine të thatë dhe një lugë gjedhe me rozmarinë të thatë, ose një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degën e rozmarinës edhe coptëzoni dhe hidheni në tenxhere me qumësht dhe e lini të zjenjë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe e lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzjeni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojë një aromë më të fortë dhe çlironi vajrat esencial të saj. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Rozmarina është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj sepse ka nevojë për pak përkujdesje. Ky vaj mund të përgatitet gjithashtu edhe në forma nga më të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojë trupit do ta bëjnë atë një nga vlerat më të veçanta për ju. Rozmarina është një barishte aromatike që përdoret prej shejkuj për vetitë e saj medicinale. Është e pasur me antioksidant, flavonoide, komponentë të tjerë që ndihmojnë në dukshëm edhe në aftësinë e saj për të përmirësuar funksionet njohëse. Studime të ndryshme kanë treguar se rozmarina mund të përmirësojë kujtesën, përqendrimin dhe vëmendjen. Mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të stresit dhe të ankthit, që mund të çojë në përmirësimin e performancës njohëse. Një tjetër veti e dobishme e rozmarinës është aftësia e saj për të luftuar plaken. Antioksidantet e rozmarinës mund të ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet oksidative, të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e proceseve të plakjes. Ajo gjithashtu ndihmon në përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe të flokut. Së fundmi, rozmarina ka veti antiinflamatore dhe vetit antiinflamatore të rozmarinës mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të lidhura me kushte të ndryshme, duke përfshirë artritin, fibromialgjin dhe sindromin e zorës së irrituar. Ndaj edhe aplikimi i rozmarinës në gatimet tuaja ose në receta të ndryshme shëndetësore mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në dobi të organizmit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.